Për herë të parë, Pogradeci mirëpriti festivalin ndërkombëtar të akuarelit, një event kulturor që bëri bashkë artistë nga më shumë se 30 vende të botës. Sipas organizatorëve, Pogradeci është qyteti i duhur për realizimin e një festivali të tillë nëpër masa të mëdha. Ky është nga ekspozitat e para të këtij lloji në Pogradec, e cila ka pjesëmarrës nga gjithë vendet e botës, dhe kënaqësia tonë dhe timja në përgjithësi ka qenë që ky event të vinte në Pogradec, të bëjë Pogradecin një nga pikat ndërkombëtare më të spikatura të bojrave të ujit. Promovimi i bukurisë të Shqipërisë që është e mrekullueshme, po edhe një kënaqësi e veçantë që të kemi artistë ndryshëm nga shtete të ndryshme të botës. I ka të gjitha kushtet natyra, duke pas parasysh dhe liqeni, i cili shërben si një lloj gote e madhe ujë nga ku mund të ngjyesh atë penelin akuarelit dhe krijosh watercolor, krijosh akuarelin. Pjesa më e madhe e artistëve të huaj e vizitonin për herë të parë qytetin. I'm loving it. E pëlqej këtë qytet, më tepër i zhvilluar se që mendoja. Sot pikturova dhe kisha një pamje fantastike. Ju betohem, një nga pamjet më të bukura që kam pikturuar ndonjëherë. Mendoj se ky event i ngren në një shkallë më lartë këtë zonë. Ju duhen këto evente për të promovuar turizmin. I am coming several times. Kam ardhur disa herë në Pogradec, këtë herë jam kënaqur shumë. Ky është qyteti i artit dhe kur më ftuan të isha pjesë e këtij festivali, unë nderova. Ditë them që ky qytet mund të bëhet qendër e artit në Shqipëri. È un onore essere qui. Është nder të jesh këtu në qytetin e bukur të Pogradecit. Jemi entuziast që akuareli erdhi këtu. Ju jeni mikpritës, na jepni ngrohtësi dhe duam të bashkëpunojmë për herë me shqiptarët. Jemi të gjithë të kënaqur që erdhëm. Një pjesë e punimeve të këtij festivali do i dhurohen fundit të Galerisë së Artit të Pogradecit, ndërsa piktorët realizojnë punime në disa prej destinacioneve më interesante të zonës.